vete. Shiko çfarë, po marr vetëm një fenomen. Po marr sot debatin për prokurorinë. Sot prokuroria shqiptare bën gjahun politik të opozitarëve. Burgos procedon pa asnjë provë, pa asnjë fakt, pa asnjë shkelje ligjore, 3 liderët kryesorët të partive kryesore opozitare. Merr mandate të zgjedhur opozitar, Burgos deputet me dëshmitar falso dhe gjykata bashkë. Por kjo prokurori, nga ana tjetër, arreston zyrtar të lartë, arrestoi kryetarin e bashkisë, arreston drejtor, ka arrestuar ministër, ish-ministra, e tjerë. Tani, këtu në Shqipëri, ata që s'kan jetuar diktaturën, ata nuk e kanë qartë që kjo prokurori po vazhdon, po bën kopjen e prokurorisë në diktaturë. Diktatura kishte ligjet e veta. Dhe ato ligje parashikonin që nëse personi bënte këto sulme politike apo shkelte këto ligje, burgose internohej, pushkatohej. Ama ishin të përcaktuara. Por kodi penal dhe kodi civil i diktaturës nuk kishin vetëm veprat politike, kishin dhe veprat ordinere. Ai që vriste dënoi 25 vjet ose pushkatohej. Ai që villte dënoi disa vite ose pra drejtësia në diktaturë ishte krahu politik i diktaturës, dënonte kundërshtarët e diktatorit me pamëshirësi, por dënonte edhe keqbërësit ordinerë. Kjo drejtësi në të gjitha vlerësimet ishte drejtësi politike. Edhe sot drejtësia është politike, një drejtësi që arreston liderët e partive kryesore opozitare pa asnjë fakt, po vetëm që kryetari mazhorancë të marrë mandatin e 4, është politike. Kjo nuk ka dyshim. Dhe ndaj ne e vuajmë këtë trashëgimi nga diktatura. Merr një element. Ne kemi me qindra mira martir të fjalës lirë, burra dhe gra që flijon jetën për dinjitet njerëzor dhe fjalën e lirë. Njohim të gjithë të pavdekshëm, poet, shkrimtar, që u ekzekutuar për vargjet e tyre, apo u varë në publik me firmën e Krishaq Rams. Tani, i shtroj pyetjen këtyre qytetarëve që nuk realizojnë se drejtësia politike është drejtësi diktature. A nuk është një akt i rënd censure, bllokimi pas një ligj, në shkelje flagrante të Kushtetutës, vetëm me vullnet politik një lloj si shefi i talebanëve, apo një lloj si Ajatullahu i Teheranit, i TikTokut nga Edi Rama? Në qoftë se ti ke nocionin më elementar për lirin, e din që liria jote mbaron
aty ku fillon liria e tjetrit. Ti nuk ke të drejtë kur tu heqish ti 1.400.000 shqiptarëve të drejtën e përdorimit të TikTokut. Pse të kritikojnë ty? Pse Kristaq Rama firmosi të varet Havzinela? Pse? Kristaq Rama ishte një skulptor, ishte i shkolluar në Moskë, ishte skulptor, ishte me ofiqe, por Kristaq Rama nuk toleron të dot vargjet e Havzinelës kundër pushtetit të tij. Dhe ndaj, për të shpëtuar nga ato vargje, ai zgjodhi të firmos me Ramizalin varjen në Litar. Kështu që është e domosdoshme një proces i thellë dekomunistizimi, por një proces i thellë edhe një autopsi e narkodiktaturës që jetoj Shqipëria sot.